إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Vetëm Allahun subhanahu wa taala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje, ndihmë, udhëzim kërkojmë. Salavatet, selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet. Deri në atë ditë ku thot Allahu subhanahu wa taala yawman la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Atë ditë nuk të ban dobi asgjë nga kjo botë, vetëm ai që shkon tek Allahu me një zemër të pastër. I lartë madhëruar qoftë Allahu subhanahu wa taala, i cili kur foli për Ramazanin, tha ayyama ma'dudat, ditë të numëruara, ditë të caktuara. Ja pra dhe i erdhi fundi këtij muaji të begatë. Të nderuar teleshikues, nuk ka dyshim se njeriu nëse kërkon apo dikush kërkon nga ne që ta bëjmë një vepër, nuk ka dyshim se pas asaj vepre ka një qëllim. E si mos të ketë qëllim një vepër që Allahu subhanahu wa taala kërkoi nga ne ta veprojmë. Pra Allahu subhanahu wa taala kur e bëri agjërimin obligim, kërkoj nga ne 30 ditë të agjerom. 30 ditë nga ne ta lam ushqimin dhe pijen dhe gjëra tjera vetëm për një qëllim të caktuar. Pra la'allakum tattaqun, që të arrini devotshmërinë. Pra Allahu t'i takon shembujt më të lartë. Mirë po, nëse një njeri kërkon nga ne ta veprojmë një vepër, nëse kërkon një herë, mund të themi që ky nuk ka qëllim të caktuar. Nëse kërkon edhe një herë, mirë po nëse një njeri kërkon nga ne që ta veprojmë një vepër 30 herë, me një ritëm, me një tempo, me një formë të caktuar dhe kështu me radhë, nuk ka dyshim dhe një logjik shumë e thjesht do ta kuptonte se pas kësaj vepre shifet një qëllim, shifet një objektiv, një pra, ndërsa e si pra mos të shifet pas atij, pra pas asaj vepre që Allahu subhanahu wa taala na obligoi, ajo është agjërimi. Pra të nderuar teleshikues, pra pa agjërimit shifen qëllime të caktuara, shifen objektiva të caktuara dhe agjërimi 30 ditë është një shkollë, është një kurs intensiv që neve na jep mësime. Pra neve nuk na lejohet të dalim nga ky muaj vetëm se i kemi marrë mësimet për të cilët Allahu subhanahu wa taala e obligoi agjërimin. Mësimi i parë të nderuar teleshikues është se njeriu mundet. Pra, nëse një njeri do me kry një vepër dhe apo kërkohet nga ai njeri që ta laj një vepër të caktuar, nuk është se nuk mundet, mirë po thjesht a don apo nuk don. Pra, nëse ne mundemi t'i lëm gjërat esenciale, që në esencë pakto nuk ka jetë, siç është pirja, uji dhe ushqimi, atëherë vallë si qëndron puna me gjërat shumë më dytësore dhe sekondare. Pra, mësimi i parë të nderuar teleshikues që duhet të dalim nga ky muaj është se njeriu mundet. Dhe Allahu subhanahu wa taala përmes agjërimit desh ta mbjell në mbrenësinë time dhe mbrenësinë tënde i nderuar teleshikues se njeriu mundet. Mirë po vetëm thjesht a duam apo nuk duam. Pra nëse kërkohet nga ne ta bëjmë një obligim, thjesht ne mundemi, mirë po thjesht mungon dëshira e sinqertë dhe vullneti që ta kryejm atë vepër, apo dëshira e sinqertë dhe vullneti që ta lam një vepër të shëmtuar, e cila është në dëm tonin në këtë botë dhe në botën tjetër.
Pra, mësimi i parë që ne nuk duhet të dalim nga ky muaj vetëm se e kemi mbjellë në brendësinë tonë, karshi mëkateve, karshi obligimeve, karshi çdo çështje, është se njeriu mundet. Mësim tjetër që na mëson Ramazani, të nderuar teleshikues, është durimi apo sabri. Pra, njeriu me durim nga gjërat e lejuara e edukon shpirtin dhe egon e vet. Pra, je me një brendësi në një vend që nuk të sheh askush dhe ti mundesh ta marrësh gotën e ujit në ditë të nxehta dhe të pish, mirë po jo, nuk e ban një vepër të tillë. Kjo don sabër dhe dhe agjërimi, pra e edukon shpirtin në sabër. Po ashtu durimi ndaj dëshirave dhe mëkateve. Pra, agjërimi nuk është thjesht vetëm të agjërojmë, pra të privohemi nga ushqimi dhe pirja, mirë po është të agjëroj syri jonë, të agjëroj goja jonë, të agjërojnë dur tona, mos të flasim rrejshëm, mos të mashtrom dhe kështu me radhë. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Men lem yada qawla zur wal amala bihi wal jahla bih, falaysa lillahi haja." Thot, kush nuk e lën fjalën e rrejshme, dëshmin me te dhe të punuarit me pa dituri dhe ignorancë, Allah nuk ka nevojë që ta leni ushqimin, që do të thot kjo e edukon njeriun që t'i shmanget edhe mëkateve dhe e pra mbjell në brendësinë e njeriu durim dhe sabër, karshi mëkateve në përgjithësi dhe jo vetëm këto mëkate që janë përmend për agjëruesin. Po ashtu, agjërimi të nderuar vëllezër, te çështja e sabrit na jep që të bëm sabër në çështjen e adhurimeve ndaj Allahut subhanahu wa taala, siç është namazi i taravive. Pra, nëse një njeri ka mundësi të qëndroj në namaz të taravive vullnetare 20 rekat, është ma primare dhe më parsore që të qëndroj në namazin e sabahut 2 rekat obligim, apo në namazin e drekës 4 rekat obligim dhe kështu me radhë. Pra, durimi në adhurime që nxirret gjatë muajit të Ramazanit është se njeriu, ai njeri që është në gjendje të zgjohet natën në ora 1 apo në 2 të natës dhe të vijë në xhami dhe të qëndrojë 1 orë apo 1 orë e gjysmë në këmbë, kjo don sabër dhe kjo don durim. Mirë po njëkohësisht, kjo don që njeriu këtë mos ta marrë thjesht si një lloj çështje vullnetare, mirë po ta mbjellë në brendësinë e tij se obligimet kanë ma përparësi dhe durimin që e ka fitu gjatë namazeve vullnetare, këtë durim duhet mi përkthy edhe në jetën e tij të përditshme pas Ramazanit, karshi obligimeve tjera që Allahu subhanahu wa taala na ka obligu. Pra, durimi në adhurime siç është namazi vullnetar, sadakaja, leximi i Kuranit dhe çdo vepër e mirë që e bëm në Ramazan, kjo nuk duhet më kufizu vetëm këtë muaj, mirë po kjo duhet me vazhdu edhe muajt pas Ramazanit. Po ashtu, durim që na edukon Ramazani është durimi përballë lodhjes dhe sfidave të përditshme. Pra, njeriu edhe pse është agjërueshëm, ndoshta është i lodhur, asesi kjo lodhje shkak e agjërimit nuk duhet që ta bëjë njeriu që të sillet keq përballë njerëzve. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: agjërimi është mbrojtje. Dhe nëse dikush thot të shan apo të ofendon, thuaj unë jam agjërueshëm. Pra, e ka për qëllim, nuk do të thot thuaj unë jam agjërueshëm, pra nëse njeri të ofendon të thuash unë nuk jam duke hangër, sepse kjo s'ka kuptim. Mirë po unë jam agjërueshëm në aspektin se unë jam i angazhuar me gjëra më të larta, me vlera më të larta se sa ta uli veten dhe të merrem me ty. Pra, mësimin e dytë, që njeriu nuk duhet me dalë nga ky muaj i begat, vetëm se e ka marrë, është sabri apo durimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, Allahu thot, as-siyamu li wa ana ajzi bih. Pra, çdo punë e birit Ademit është për te illa siyam, përveç agjërimit, agjërimi është për mua dhe unë e shpërblej. Po ashtu Allahu thot për sabri, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allahu durimtarët i shpërblen
bi ghairi hisab, pa llogarit, do të thonë shpërblimin se sa do ta marrin ato që bajnë sabër për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe sabri është në adhurime, sabri është në largimin nga ndalesat dhe sabri në caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Allahu thot kush ban sabër në këto 3 kategori, thot do ta shpërblej pa mas. Po ashtu edhe agjërimi shpërblehet vetëm Allahu subhanahu wa taala. Pra agjërimi dhe sabri janë 2 vepra, 2 adhurime që Allahu subhanahu wa taala nuk na ka tregu sa na shpërblen dhe e ka lanë shpërblimin pra anonim, vetëm ai e di shpërblimin sa do të na shpërblej. Mësim i tretë është Ramazani është një shkollë për nënshtrimin ndaj teksteve fetare. Pra agjërimi e edukon njeriu që të jetë preciz dhe i kujdesshëm. Dhe këtë e shohim në jetën tonë përditshme. Kur vjen çështja syfyrit dhe çështja e iftarit, e shohin se me minuta bëhen pyetjet, edhe sa minuta ka, apo kam hangër 1 minutë, am pranohet, kam prish agjërim 1 minutë para ezanit, am pranohet. Dhe me thanë, çështja është me minuta, dhe kjo duhet, kjo precizitet i papar, kjo kujdesje e papar me minuta në adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala, mirë po të nderuar teleshikues, ky precizitet dhe kjo kujdesje nuk duhet të kufizohet vetëm me agjërim. Mirë po duhet kjo precizitet dhe kjo kujdesje të nënshtrohemi të gjithë teksteve fetare që kanë ardhur dhe mos ta kufizojmë vetëm me agjërim. Pra kur themi se mësim që na jep agjërimi nënshtrimi ndaj teksteve fetare, duhet ashtu siç i nënshtrohemi teksteve fetare dhe me një precizitet shumë të lartë, shohim i shikojmë me minuta syfyrin, kur ta lëm ushqimin, kur të fillojmë ushqimin dhe kështu me radhë, kjo duhet të përkthehet edhe në jetën tonë përditshme ka çdo adhurime, siç është namazi, siç është zeqati, siç është çdo pra obligim, siç është çdo vepër e mirë dhe duhet pra të nënshtrohemi edhe teksteve fetare kur kërkohet nga ne që të largohemi nga veprat e këqija. Pra, agjërimi është ai që mbjell dhe edukon në brendësinë tonë kujdesjen dhe nënshtrimin e teksteve fetare. Kur vjen një tekst nga Allahu subhanahu wa taala, kur vjen një obligim, nuk ka do ta shikoj, do të mundohem. Mirë po është semi'na wa ata'na, ndëgjuam dhe respektuam. Dhe mos të bëhem si ato që thanë semi'na wa asajna, ndëgjuam dhe refuzuam. Pra, Ramazani është një shkollë, një kurs intenziv që na mëson se si të nënshtrohemi teksteve fetare. Mësim tjetër të nderuar teleshikues është që na mëson Ramazani është se nuk ka njeri të përkryer në këtë botë. Të gjithë ne jemi gabimtar. Dhe këtë nxjerrim nga një dispozit që ka të bëjë ngushtë me agjërimin dhe ato janë sadakatul fitr, apo siç njihet në gjuhën popullore fitrat. Është fakt se elhamdulillah këtë obligim të gjithë njerëzit e kryjnë. Pra muslimanët dhe i sheh që ndoshta edhe nuk i kryjnë obligime tjera, mirë po të çështjet e vitrave janë shumë të kujdesshëm. Edhe kjo është diçka për t'u lavdëruar. Mirë po është fakt se një vitër 7 euro çdo kush ka mundësi ta bëjë, ta veprojë. Mirë po ne të nderuar vëllezër, duhet ta kuptojmë një gjë, se Allahu subhanahu taala nuk na obligoi diçka, përveç se pas asaj ka një qëllim dhe ka një objektiv të lartë. Dhe nuk na ndaloi diçka vetëm se pas asaj ka një qëllim dhe një objektiv të lartë. Te çështja e vitrave të nderuar teleshikues nuk është thjesht 7 euro pa i jap dhe kam kry punë. Mirë po duhesh mi kuptu ato 7 euro pse je duke i dhanë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apo hadithin e transmeton Ibn Abbasi duke thënë e ka obligu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Pra sadakatul fitrin, thot pastrim thot min lagwi wa rafath, pastrim për agjërusin nga fjalët e kota dhe të pahishme. Pra wa tu'matu lil masakin, dhe ushqim për të varfrit. Do të thot se edhe njeriu më i devotshëm
që e ka agjëru këtë Ramazan sot në rregullin toksor, e ka obligim sadakatul fitrin, apo respektivisht e ka obligim ta pastroj agjërimin. Që do të thotë, i nderuar teleshikues, se nuk ka njeri të përkryer në këtë botë, të gjithë jemi gabimtar. O ti që i ke hub shpresat nga mëshira e Allahut subhanahu wa taala, asesi mos i hub shpresat, sepse nuk ka njeri të përkryer në këtë botë dhe të gjithë jemi gabimtar. Pra, fitrat na japin neve një mesazh. Fitrat simbolizojnë se nuk ka njeri të përkryer dhe çdo kush që agjeron gjatë agjerimit ti ka pas lëshim. Gjatë agjerimit ti ndoshta ka thënë një fjalë që nuk i takon edhe kështu me radhë dhe patjetër duhet ta pastroj agjërimin. Pra, kjo jep një mesazh se çdo kush cili i ka është zhyt në mëkate. Mirë po mëkatet jo veç që është zhyt, kanë arrit kupën e qiellit, si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, balagha aynan as-sama, thot mirë po nëse ti kërkon falje tek Allahu subhanahu wa taala do të fal. Pra, edhe Allahu subhanahu wa taala i drejtohet robërve të vet dhe i thot la taqnatu min rahmatillah, o të cilët pra i keni tejkalu me mëkate, la taqnatu min rahmatillah, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, Allahu me të vërtet i fal të gjitha mëkatet. Allahu jo që i fal të gjitha mëkatet të nderuar teleshikues, por edhe gëzohet me pendimin, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Buhariu dhe Muslimi, lallahu thot, me të vërtet thot Allahu thot gëzohet ashaddu farhan bi tawbati abdihi, thot me pendimin e robit të vet më shumë se sa ai njeri i cili ka qenë në një falah, bi ardil falah, në një shkretir, thot, në te ka pas ushqimin dhe pijen mbi devën e vet. Dhe pa pritmas ka ra me flet dhe i ka ik, thot, devja. Dhe ky i ka hup shpresat për jetë. Atëherë shkon tek një pemë, në një hije të një peme dhe e nxen gjumi. Kur zgjohet vetëm se devën me ushqim dhe pije e ka pa para vetes, me një fjalë tjetër, janë e rikthy shpresat për jetë. Prej gëzimit madh, ky njeri çka thot? Allahumma, pra ente abdi wa ana rabbuk. O Zot, ti o robi jem, unë jam Zoti jot, thot pejgamberi, akhta min shiddatil farah, thot gaboj prej i gëzimit tepërt. Pra, me këtë hadith dhe me shumë ajete dhe hadithet të tjera, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon dhe na thot se dera e pendimit çdo herë është e hapur. Mu për këtë Allahu subhanahu wa taala e dërgoi pra edhe muajin e Ramazanit për që të jetë më lehtë njeriu të pendohet. I mbylli dyert e xhehenemit, i hapi dyert e xhenetit, i prangosi djajt dhe shejtanët që njeriu ta ketë më lehtë të pendohet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lis-saimi farhatan, agjërusi i ka dy gëzime. Farhatun inda fitrihi, një gëzim kur bën iftar, apo kur çel iftar. Pse gëzohet? Çdo kush është rregull që kur arrin një fitore, sa do e vogël qoftë, mbrenësin e tij pra është gëzimi. Dhe njeriu kur çel iftar, mund ta përkthejmë a thu se ky njeri triumfoi ndaj vetvetes së vet. E mujti egun e vet, nefsi i vet dhe egoja e thirrte që të haj ushqim, që të pij ujë dhe kështu me radhë, dhe ky u tregu triumfues ndaj kësaj thirrje të egos dhe të vetvetes së vet, dhe kur vjen koha e iftarit, ky gëzohet sepse arriti një fitore, qoftë edhe një fitore e vogël edhe e kufizueshme. Pastaj është edhe gëzimi kur ta takom Allahun subhanahu wa taala. Pra, gëzimi me iftar është një gëzim i vogël që i paraprin gëzimit të madh.
E ai është gëzimi që nëse ne agjërom, agjërim të plot. Pra jo vetëm se privohemi nga ushqimi dhe pija, por agjëron goja jon, agjëron syri ynë, agjëron veshi jon, nuk ndëgjom haram, nuk shikom haram, nuk flasim haram shpifja dhe përgojime, agjëron zemra jon, zemrën e pastrom nga çdo lloj smundje, qoftë mendjemallësi, qoftë hipokrizi, qoftë xhelozi, qoftë syefaqësi dhe e mbushim me të kundërtën e këtyre siç janë sinqeriteti, modestia dhe kështu me radhë. Pra të nderuar vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi se e kemi një gëzim të vogël që i paraprin një gëzimi të madh nëse ne i marrim mësimet e Ramazanit, do të gëzohemi edhe ditën kur të takom Allahun subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.